Qif sharop, qatë majet dera shpis. Vita rraf lushnjarën, ta presë më thikë, ja qirëp, ja fus tu thikën të nëzirë gratë tjetër lushnjarës. Qif shatë motrën pjellë, ta qif sharracën. U qif sharop, edhe ty zyshet i qif shatë 2 kalamajt në bëllë, 3 kalamajt, ta qif shatë faminën si e bëk shumë magji njerëz, ju bo mesazh, se po ta tregoj sekretin, ka një stil ajo, ju bo magji njerëzve në mesazh edhe ka punë vetën, ju marr lek njerëzve, ju korr lek. Ju bo magji, ju shqiptarë që jeni në Angli atje, puna sajt, ju bo magji njerëzve, kupton, i prek shu, e ke parasysh ka desh ma bo dhe mu vdek familja të masazhin, po se kam lanë. Pra kokë familjes, vdek familja. Ka i lloj magjia, kupton, kur të bo masazh, a kupton të bo për vete dhe të smun, e ngel vetëm atë. Pra ne se kam lanë me bo masazh atë rrëpqimin. Se bo magji, ja qif sha motrën në pjellë, ja qif sha rop zyshës, ja qif sha 3 kalamajt, që ju bo magji njerëzve atje në Angli, dhe rëndëson ja qinja motrën, dhe ty ti qif sha rop në birë pjellit, që enit me zyshën live ju qif sha motrat. A kupton, dhe dy klevisi korqës, klevis qela, disë do të qi rop në pjellë, mos rrimo me te. Disë, di njerë, pëse rrime te, pjellë rop, sha thonë më dilë, pjellë motrë, pëse ju ma te ti? Ha? Pëse ju nëre? Me ty e kamer, gres. O klevis, dilë pak. Të unë, ti e klevis, mos rrimë më atërë, varikaris. A në gjoti apo jo, pëse rrimë atë? Me kë? Për qa rrimë? Me atë me zyshën, për qa ka, nga njërë zyshën ti? Nga pjellë i ropë të e njofë. Ta qi modën, ta qi lushnjarën, ta pres fisin, ti qi ta në ropë, ta shkardhej modën, ato që të mbrojnë t'ju, të qi ropë t'ju dhe ti. Ta qi familjen, ti shkardhej që ta qi ma të fortin, ta qi, kalon gruja o pillë modën, ta qi njerën e familjes, ti shkardhej ropë, ta vras lushnjarën, ta vras gjithë më të fortin fis, ti qi ropë që kena një më të fortin, ta shkardhej. Qifsha ropë pillë, o buk shkelës, o varikarist, pra najtish, yara pillë ropsh, yara qunë kurvë. Pse yara qunë kurvë, qifsha ropë pillë, pederast, varikarist, yara buk shkelës, qifsha ropë pillë. Ti qi dhe ropë të tuj për lek, o pillë motre, edhe ropë tuj qi për lek, o ropë qim. O qifsha ropë ngoj, ju qifsha familjen, jarga vec, varikarist. Yara se të qiva ropë qim. Pillë ropë, qifsha ropë ngoj. Kujto ti pjellë modë që të mbronë e i stresi, ti nuk e djelë ka se stresi ku të përrava ty o ka, ku jak stresi ka i përtyre. Qif sharap, gja ishe në Itali, o i go qif sha motrën pjellë, qif sharap, ta shkardhef sharap, rëp qim lushe, qif sha motrën, ta shifisin e pjellë modë, dhënë famë, ty qif sharap, homoseksual, ju qif sharap, qif sharapën, pjellë modë, ta shkardhej lushtjarën, ti shi rëp o ka, ta fos kokën pos kohë ma ti shkardhej modë, që i bon një pjellë shkullët qifsha modën, shkardhef shafisin, ta qifsha dhe racën pjellë, qatë majnë kënë dabolina si pjellë rëpë, majnë për vari karquarë qifsha rëpë, i ke majnë 2 kamë, qifsha modrë, ma ta e pjellë modrë stresi, orë rëpë qifë, këna pa me kamerë motorqifë, ku po në stresin privat në Instagram, që ona marrë të ka vëgrese si pjellë modrë. Shumë gabim për se qatë dreqin e ka... Pjellë rëpë shu si motorqime, tabakino, ju të qifsha modrë në rëpqime, ka majtë stresi si motorqime, qifsha rëpë, folëm dek familja për kokë familja që kena pim, në qoftë të ramë bëhë kancer, ja boni thalen o vla, mëse shikë shumë TikTok, ma arthëm dek familja, fa me pa thale për gjitha, arisa vari krajna farëm, dek familja, o të e në motorqime, o bishë, të e vari karisë, të kultari, populli një këtë do vetë, më, si ato si mund, gjithë ka një si pjellë ropë, të shikë se ti ke i ka ta qifsha lushnjarën, ta qifsha motrën, ta qifsha racën pjellë, shkardhef shara, po zysha të qia të trefnit në pjellë, të qia të trefnit, ta kap qunin të rafë shkullat, ta qia dhe gocën të rafë dhe qunin e vogër, ti qia rëpë, e mos ju bë njësë magji me masajë, se ta qia të motrën, mos ju bë masajë njësë, t'ju bë magji qifsha rëpë, t'ju bë në ngimas, dhe shumë ma bë dhe mute, po një pjellon, o klarë, o i pjellë modre, o qifsha motrën pjellë, unë jam kopilë qifsha motrën pjellë, bëj masajë zysh, alisa mirë do ndjesh, alisa mirë do bosh, o qifsha rëpë, ta qifsha motrën, o zysh, ti qifsha fmi, ta raf mik me kak, ti shi rëpë në pjellë, ta raf qunin e më, ta qi motrën pjellë, ta vras qunin e vërë, ta qi motrën pjellë dhe të gocën kurvë, se do të dalë si qifsha rëpë, racë kurvë, qifsha motrën, nonën kurvë, vetë kurvë, ju qifsha motrën, shkardhefsha, kujtës do rriu më ty plak, pjellë motrën.
I ka qifsha vdek familje bo ma gjire. Ma të regoj mu për kokë familje si ka klientër, e punon masazhe. Bo ma gjire njëzve vdek familje ka i loj ma gjire dhe duhet, tha. I bëj masazhe, njëzve dhe shumë ma bo mu. Po mrava ma të regoj mu, më sot e fillim do të bëj masazhe. Gjithë kena kotuen Kam një loj stili, kam një shumë fund fare, tha këzja puna, tha. I kam pa një loj energjie ke duhet, tha, tip magjia, tha, i bëj njëzve dhe vin klienta. Për kokë familje, sa për këtë natë shkof Shamburg, ajo kave që kam pi me ju, qoftë haram, bëf kancer. Se keni pas mundësi, kena nejt 3-4 vetë, unë kishit bo për idios, kishit bo njëri. A kupton, në paqena, kena arë, kena rritë makinë, kam i, vetëm nga babalja kam njërë, vetëm nga babalja. A kupton? Edhe kam arë dhe kupton se kam pas besim, edhe ajo kave se makinë qite, i respekt në qoftë haram. Po kjo pil motër e motër qime. U shifsha motrën bjedhë, u shifsha rëtë. Qarot kari, bëju ma që. Ik ma se po t'i qirë rëp ty Aurelit zyshë s'unë. Kisha po ma gjyrë në kisha qirë rëp dhe kisha gjithë të pasuri. Nasi kari mu ke zysha qa kari. Po vjeni natë si pja qia të modrë, hyken ta lajp me zyshë, ja qi modrë. Aurelin gjeli papu si pjell modrë, ta shpi si rëp qim, i gu go fondi, për m'pjell modrës. I gu go fondi, u qi modrë go fondi. Unë e di se qam ka bo mu edhe unë nuk bje një fare. Nga asë Si një pjell modrën vdek familja. gjitha aspektet e jetës, jam 38 sot, nuk jam djerë në njëherë, kaq... Si motër qim, shoferi kamionit, pa e majtë stresi si rëp qim. Në qim sharëp këta kajnë stresi me ty rëp qim, qim shamon. Se s'mori mu, pa e ditë e sa mu s'ka pjë, mo që mu s'u kam po qia rëp njërë si kam dhënë me deklarata vrasit, se kam unë një po kapët i po kam unë stresit. O kapët, ty të në stres, Qif sharap nuk di se ke qyti shpullir një tatë, qif sharap rëp qim lushtje, qif shamon dhe gjarrime filon, po ku i ha kari filon dhe fistekut për ty më rrët kari, se dalin mes Tiron, s'kapin për veshu, ti ka fusin me kokë qim modrën pjell, ishte ti qi rëp, thot, dile dhe jerë, thot, bo si fort, qif sha modrën pjell, shkardhef sha rëp në pjell, ta qif sha familjen, ma tër qim lushtje, ti ma ta uda, gjaka ma ud, po nërmarë, të bo fyt gjithë ditën, ta është bo rrylli fyt kash, marja ngoj samit, marja ngoj filanit, marja ngoj fistekut, doli sami u digjenoj, tha ku kanë lidhë me burnin, tha gresa, me kozakun, dalet folë për muaj, dalet folë për muaj, se s'folë për muaj qif shamon, po e dine që qa vlerë është ka mu sami, e di qa vlerë është këtë si pjellë rëp shgojër, qif shamotrën, rëp qim lushje, qif sha familje, qif sha rëp, se që e mirë me 500 vetë, rëp qim dhash famë, qif shamotrën, edhe ty zysha ti qif sha 3 fmit. Ta kapsha djalin e atë djalin e Mua të më lëj të qetë. Mus i ra i pidhi sam, sa i qakaj. Jo, se s'ja futja ti rëpqimit Kosovës. Gjesit, ta qirë ta vras shumë ti shirë rëp kuef ti toko, qif sharap ti gjaj intrigant. Ko mërë do të famë ti më qif sharap. Do të mund t'jap me karin ti. Okej, a i a fut Prap do të majtë, ti unë do të bik me qif sharap, do të digenereja, do t'jek qap. Qif shamotrën pjë karakur. O badjo la vjerë ti toko s'ja u qi motrën pjë. U shkardhef sharap. Pa mirë se ka s'bonë ja leksin, gjithi po tatuazhe, po i dhe 500 euro ti, gjithi po tatuazhe, i pjë dhe rëp, shka kupton, ti japon 500 euro tani, o se po mu balë fajë, e po me rezelat. A i rëpshima, varikari, ka s'ka po tatuazhe. A kupton, a i bon edhe dëshnorin e nusës ti, a kupton, që e kalon. E kalon nusën, e la pjëdhi motrës, qif sharap në pjëdh, kërë gjatë ti ka kërë, ku nusë qif shamon, si shi zotë me majtë nusën tate, qif shapamidje, shkardhef sharap, ta qif, për e mësë Dionis Biba e ka rraf, atë e ka boj, e ka diqeneru mërë, njerë shapriv zoti marë, sa kam vuj që t'jem vuj, hi bro, how are you, good, fine.